Miqtë Prizmus, sot janë dy ngjarje që kam ndarë për të komentuar si ditë dhe njëkohësisht si politike e cila na karakterizon në atë egocentrizmin, por endemizmin urrëtës që kemi brenda njëri tjetrit për mashtrimin, gënjeshtrën dhe fjalët boshe në përgjithësi. Ato fjalë të cilët sigurisht nuk kanë asnjë bazë të vërtetë ose janë gënjeshtra që hidhen dhe që pastaj duan të mbeten në publik. Edhe mbeten në një publik i cili sigurisht është i këtij niveli, interpreton në këtë lloj mënyre dhe nuk është ndarë mirë nga fillimet e Homo sapiensit. Nuk është ndarë mirë nga folklorizmi, nuk është ndarë mirë nga shpella, nga pylli, elementë tjerë që nuk kanë të bëjnë me urbanitetin, me jetesën në grup, në komunitet. I pari moment që desha të diskutoj është këshilltari i brendshëm, strategu i brendshëm i Sali Berishës që e ka emrin Alfred Lela. Keni parasysh një origjinar nga Kurbini, inteligjent, i studiuar jashtë shtetit, njeri i cili ka në bagazhin e tij jashtëzakonisht raporte gazetareske të cilët e kanë ngritur lart në sferën e opinionistave dhe letërshkruesave të politikës në Shqipëri, dhe që sigurisht Sali Berisha e ka marrë që t'i shërbej si strateg i brendshëm, strateg të jashtëm e dini ka Laçivitën. Tash ky strategu nga Kurbini ose nga Laçi, më mirë të themi, shkruan që djali i Donald Trump Jr. shkon të takoj Vučićin dhe normalisht Rama do që t'i bëj ngjizjen aty për të thënë që jam edhe unë, i dështojnë disa takime, nuk shkon ke papa, se sigurisht do të bëj një takim atje me që ka shkuar ke Vučićit, dhe të tilla gjëra, të cilat sigurisht jo vetëm që janë gënjeshtra, por janë edhe marrëzi ti besosh, sepse kryeministrat e protokollet e kryeministrave nuk funksionojnë në bazë të logjikës të strategëve të Sali Berishës, dhe sidomos atyre që janë folklorik, njëri në Amerikë edhe tjetri jashtë Amerikës, janë brenda për brenda, ose Kurbinit, Laçit në përgjithësi. Kështu folklorikësh edhe njerëzish të mshiruar nga, jo vetëm nga mungesa e flokëve, por njëkohësisht nga mungesa e atyre që janë nën flokët, bëjnë që të hedhin, sigurisht duke testuar elektoratin që ka, zgjedhësit që ka vetë Sali Berisha, që ata të besojnë. Sigurisht njerëz normal nuk besojnë gjëra të tilla, po ato i hedhin dhe detyrohet jo vetëm një nga njerëzit e afërt të presidentit Donald Trump, që është Grenell, Richard Grenell, i cili i thotë atij, shikoj, janë gënjeshtra të gjitha këto, po hiq atë postim. Po që ta ripostoi edhe djali i presidentit Trump, për cilin bëhet fjalë, e ka në botimin e politiko, merret me politik, strategu i brendshëm. Rrufjanllëku i strategut të brendshëm sigurisht që implikon dhe strategun e jashtëm, dhe sidomos me ato 6 milionet. Këtë nuk justifikojnë dot edhe fillojnë marrëzira të tilla. Se këto 6 milionet e një rrufjanllëku korruptiv i cili do ketë pasoja të mëdha, dhe pasojat më të mëdha ta ketë me 11, ka kohë boll ta sqarojnë njerëzit. E detyron edhe një strateg të brendshëm të tillë, si Alfred Lela, të bëjnë edhe delirantin e fundit të atyre që jo vetëm mashtrojnë, po dhe gënjejnë. Është një gënjeshtar, kështu i thot Grenell, nuk po i them unë. Dhe ju i pat ato që kam nxjerrur deri tani për sistem referimi në platformën X. A është turp kjo punë? Sigurisht që është një turp, ata nuk kanë turp. Nuk ka turp Sali Berisha, nuk ka pse të ketë turp edhe këshilltari i tij i brendshëm, që është Alfred Lela. Zëdhënci, nuk e di sa zëdhënca shtypi ka, po. Një e ka Bugoroshe, si më thënë ajo, që ka dhënë kohën dikur edhe që ka qenë dhe volejboliste e njohur. Besoj se ju e njihni, do ta keni majtmen, e kam qartë këtë punë. Edhe ky që sigurisht ka dalë shpesh për me bë opinione, e merrte edhe Top Channel dhe e merrshin këto studiot e mëdha të Tiranës, të cilët sigurisht janë vendet e marrëzive më të mëdha të thëna dhe mos thëna, por që rëndësi ka sot, kjo botë është, kështu është. Dhe qytetari i kësaj bote, banori i kësaj bote, tash në Shqip,
dhe me partinë e Sali Berishës është edhe ky tipi që gënjen duke thënë që sikurse Edi Rama do që t'jetë prezent aty, mundësisht bëj një fotografi kur djali i Donald Trump, djali i madh Junior, Donald Trump takohet me Vučićin. Deri këtu shkon gomarleku, hajvanleku i tyre, shpifës, shpifarak. Kështu funksionon këta tipat. Pjesa tjetër ishte një takim që kishte në uzinën traktori, Edi Rama për të shpallur aty fillimin në një biznesi të ri i cili do të jetë publik shtetëror i armatimit. Dikur aty kanë tentuar dhe kanë prodhuar pjesë për traktor. Që është uzina autotraktorëve, nuk ka se prodhonte traktorin, ka prodhuar traktor sigurisht, por prodhonte pjesët për traktor. Kjo është masa e vërtet. Prodhonte edhe motorin, nuklin e motorit, prodhonte të gjithë pjesët të traktorit dhe asemblonte një farë mënyrë traktor. Nuk e di sa traktor ka prodhuar, por në përgjithësi prodhonte pistonat, prodhonte grupin e dertë, grupin e motorit, të famshmit traktora rus, po masanaj prodhimit kines, kur u formua blokata, kjo uzinë i prodhonte pjesët e këmbimit që punonin traktorët në arë. Tash kjo uzinë ka mundësi, edhe kjo hapësirë e jashtëzakonshme, që të përshtatet për prodhimin e blindave tonë, që sigurisht i prodhon zënjusha në fjalë, të prodhimit kamionëve, ose asemblimit tyre, prodhimit të mundësisht të armëve dhe njëkohësisht hapjes vendet e fronteve të punës. E thënë kjo, ishte edhe një person aty, i cili po i thoshte Edi Rama që shiko, më kanë marrë pare, kemi dhënë pare për këtë, kemi bërë pare për këtë, dhe ishte kjo diskurs. Mundësi të kemi më shumë për të shpërndarë dhe do rrisim edhe pensionet. Kështu dhe i rrisim, duke rritë dhe ekonominë, bashkarisht. Apo jo. Ju falenderoj shumë, hajde dhe. Hajde. Do më tregosh kujt i ke dhënë lekët? Do më tregosh kujt i ke dhënë lekët, ja jo. Ministri Mërqë. Jo. Do më tregoj kujt i ka dhënë lekët. Jo, do tregosh kujt i ke dhënë lekët. Po, Edi Rama i thotë, kush është ky person? Hajde e denoncojmë të dy. Thuaj emrin dhe po e denoncojmë tash ja ku e ke edhe ministrin e Brendshëm. Sepse nuk ai po ankohej. Kush është ky person? Thuaj emrin. Ndërkohë nuk e thoshte emrin. Atëherë je burr, thuaj emrin. Jo po kështu bëhet, unë duhet të bëhet kjo të dilte, njësoj bisedat që zakonisht bëjnë njerëzit në opozitë, po njerëzit në përgjithësi në Shqipëri duke mos u përballur me të vërtetën, duke mos thënë emër dhe mjemër, por duke hapur thashë themin. Më tha njëri ose e di unë ose kam paguar unë, por nuk thot. Paguar, po ti çfarë kryeministri, çfarë ke bërë ti, ke paguar? Apo vendosa që fije në pyetje se kë ke paguar dhe te çfarë ke paguar? I kështë thënë, mere pak të ministrit Mençëm, që ky pas ka paguar. Mere herët ta thotë se kush e ka paguar. Në fundit vendoset në një hetim. Sepse kur jep edhe thua, kam paguar, do me thënë që i ke bërë dhe ti një faj. Në përgjithësi, ky është edhe momenti i shfrytzuar në mënyrë të tmerrshme nga Sali Berisha. Shpifja e cila sigurisht në gjithë shoqërinë, po duke mos treguar atë që e ka bërë. Edhe shpesh herë është e pavërtet. Shpesh herë është krejtësisht e pavërtet, siç është rasti i këtij tipit në fjalë. Unë kam dhënë, kanë ardhur, kanë kërkuar. Ore, kush është ky që e bën? Jo po kështu bëhet. Jo po nuk kam nevojë du me bë kjo. Dilte masaj në tema të tjera. Tema tipike të njerëzve që përdridhen, që gënjejnë, që mashtrojnë, që janë tipikisht njerëz të thashethemit dhe të marrëzisë shqiptare me fjalë të kota, të një aventure fjalësh, jo vetëm të pa kuptim, po që ndyn gjithë shoqërinë. Gjithë shoqërinë e bën pis ky njeri me këtë lloj të folurit. Shumë i dërueshëm u tregua i kryeministri jonë se unë i kisha thënë ndryshe. Çfarë po bën djalë, po më akuzon mua se kështu ndodh. Çfarë ke bërë ti? Ke paguar? Ju lutemi, shoqëroheni pak të tipin që pas ka paguar, sepse ky ka parë një palishmëri të famshme, të zakonshme në Shqipëri, por që dënohet me ligj. Dhe pastaj duhet që ai pastaj të tregonte se kujt dreqin ja kishte dhënë ato lekë. Dhe nuk flitet në erë. Është tipikisht veprim që fryn marrëzinë, u vodhën, u prishën, u shkatrua, varfëri,
krim, mafje, të gjitha gjërat i bëjnë pis, sepse do vinë Sali Berisha, Liri Berisha, Argita Berisha dhe Shkelzen Berisha në pushtet. E gjithë kjo marrëzi e madhe, gjithë ky pislek, kjo gëlbaz e hedhur mbi Shqipërinë. Në këtë lloj mënyre, jo për të vërtetën, ku me të vërtet ka korrupsion, po që i duhet t'i thanë emri. Nëse ka ardhur dikush të më thotë do paguash pare, për këtë punën duhet të them, ky person ka ardhur ka kërkuar pare, duhet ta denoncoj. E jo t'i jap edhe pare dhe pastaj them kemi dhënë pare ne dhe kryeministit, kështu funksionon gjithë administrata jote. Këta janë majmunët e Sali Berishës, kështu i ka mësuar ai. Dhe kur të vijë ai në pushtet, po guxove me ata në Berishës, të vinë policët dhe të rrajnë, të shkepin në dru se i dërgon apostafat ai, për të rrahur Miletin. Dakord? Ja kjo është. Tash i gjithë këtë pislek që del, ky handrak duhet që të vijë Liri Berisha. Duhet që të vinë, se këta janë non grata të gjithë, duhet të vi Shkelzeni, Argita. Sali Berisha djeg edhe një herë vendin, po pati mundësi për atë familjen e famshme të tij, atë non grata. Me ato 6 milion dollarët që është kapu tash, jo vetëm në marrëzinë e tij totale, jo vetëm në pleqërinë e tij prej debili dhe folk politiku stalinist i fundit në Evropë, por edhe në keqanin më të madh që ka prodhuar kjo tokë.